duar trokitje për Ron Haxhi Islamin dhe Jora Kursanin. Faleminderit shumë që jeni me mua. Hajde, uluni pak, pushoni, merrni frymë se ishte për çdo lavdat kjo performancë. Edhe ujë, edhe ndonjë natyral, një performancë po thoja jashtëzakonshme e Ronit dhe Jorës, të cilat vinë në studio sot. Jemi mësuar që çdo javë të kemi diçka, të mësojmë diçka të re dhe ideja është që të mos mbesim gjithë jetën amater, e mos t'i kapim të paktën 2-3 hapa të vallëzimit, e kush më mirë se sa profesionistët. Roni është edhe instruktor, të dy janë nga Love and Dance të Prishtina. Faleminderit shumë që erdhët. Fola pak më gjatë, ju lë të merrni frymë, edhe pse për ju besoj kjo 2 minutë që është diçka e lehtë, ë? Po. Varësisht për vallëzimit, edhe varësisht çka kërkohet. Për momentin u mundu me maksimumin, me çdo kushte, me mikrofon, me rëshqetshëm pak. Po më përgjithësi... Plus me atë të këpucës e pash që... Lidhësja diçka doli prej. Atë ndodhin shpesh gjëna të tilla, të pa planifikume. Po ndodhin edhe më të vështira, fakt. Çfarë ka ndodhur më e vështira, që ta nisim me më të vështirën? Çdo performancë kena ka një sfidë, herën e fundit që e moj mend, ka qenë njëna prej, na performojnë edhe në për dasma, edhe njëna prej dasmave, rruzat e fustanave, grave këshin ra komplet në pistë. Mos. Edhe i kena pas në 2 raste interesante mi po në video kështu. A po? Se si kam. Nuk kena ardzu, atë mirësisht, e kena di që mundet me ndodhë diçka. Po na i rëshitje e letë aty këtu. E cila ka qenë pjesë e koreografisë, jo që... Po, publika rallë e vrenë, por na e vrenë në tjetërin kur... A ishte Jora aty, apo dikush tjetër? Po, edhe unë kam qenë pjesë e këtij aksidentit vockën. A mbetet kjo një prej përvojave më të vështira, ose kështu aksidentalet të çuditshme, apo ke edhe ndonjë tjetër? Ty në tjera ka edhe për shembull gec, kpuca në veshje, ose diçka e tillë. Mirë po është e rëndësishme me mbështet njëri tjetrin vazhdimisht, edhe besoj që na e bëjmë çato mas mire edhe i fshihim çdo aksidentet e vogla. Na ka ndodhur në përgjithësi të na nuk është që kuptojmë fort mirë çka sjellim si performancë. Edhe kur na thrasin për me bo më atraktive mbrëmjen. Po. Mirë po nuk i kuptojnë kushtet që i kërkojmë. Për shembull, në momentin që kërkojmë në një pistë e cila nuk është e rrëshqetshme, nuk ka ujë, nuk ka rruza, nuk ka... Na kanë ndodhur 2-3 herë me shku në skena shumë të vogla me performu. Dhe më thënë, na kanë thirrë 8 veta, po kanë menu që nuk marrim qatë shumë hapësirë. Edhe nuk e kanë matë mirë pjesën e skenës. Edhe është gjyna se gjitha jo performancë meriton madhështinë e vetë, një skenë të duhur. Mirë, në rruza s'patëm këtu, në këto kushte. Kur më tha Jora se është shumë e rëndësishme me mbështet një tjetrin, këtu padyshim jemi gjithë të fjallës edhe ata që nuk e di, nuk janë profesionist, partneri ka shumë rëndësi në vallëzim. Ju personalisht, ashtë të ndojmë pak, bas edhe mund t'i keni të njëjta. Cilat janë prej zhanreve më të preferuara, që i keni dhe një që nuk ju në gjatë fort. Nuk e di rënë sa e hishme mund t'jetë për një instruktor, po tek e fundit është që është jebë shumë e shijesh, nuk të pëlqenë si zhanër, ose të vjenë më vështirë me vallëzu. Për mu pëlqenë qa-qa, me tregu drejtën, edhe muzika dhe vallëzimi shumë. Po kryesisht, që është pak ma e vështirë për mu me kuptu trupin, mekanizmi është vallëzimit si hip-hopi, nështë diçka breakdance, ose diçka tillë, e kom pak ma vështirë me kuptu që ka pëndodhë, po për ndryshe vallëzimit tjera që janë qifte edhe që janë kryesisht me partnere, nuk ka problem. Jora? Për mu, vallëzimit që më pëlqen ma shumë e kisha përmend salsën. Është vallëzim ma ritmik, pak ma i gjallë, dhe muzika është shumë e hajreshme, edhe ti ma ndihën qa gjenin emocionali që ndihesh shumë mirë kur e vallëzojnë. Ndërsa nështë jo që nuk e vallëzoj, po që më doket pak ma e vështirë është baleti, për shembull kisha përmend, se është kategori krejt e ndryshme prej asaj që e bojmë na dhe kërkon pak ma shumë teknik, pak ma shumë përgatitje, kështu që nuk e kisha pa vetën atë fushë, nështë për momentin. Okej. Por, një piku vetës, nuk i dihet. Kur mi përmende dasmat, por edhe jo veç në dasma, sigurisht, po valsi është prej atyre vallëzimeve që kemi, si me thonë, ma të shpesht, ma të popularizuar, ditëm s'ditëm, ato pak mundohemi t'i bëjmë. Na mundemi pak shikuesve t'i mësojmë disa prej hapave kyç, ose disa teknika shumë të rëndësishme që të paktën
një vallëzim me partnerin e tyre ta bëj një vals. Dy teknika shumë të rëndësishme, po e bëjmë 4 orën, dhe po e bëjmë 8 këndshim bashk. Valsi ka shumë lloje, jo në 4 lloje të valsit, po ngritem. Ta demonstrojmë të kemi jena për ju. Në momentin që na tu vallëzu vals, varësisht prej ritmit dhe instrumenteve që janë të luajt, valsi dallon prej vals amerikan, vals vienez, international waltz edhe slow waltz. Që që e kena qëtash është slow waltz, e bojnë ma shumë në Britani, edhe teknika është shumë e letë, sidomos për fillestar. Vieniz waltz, që është i Austrisë, që është fillimi i waltzit, është ma e vështira, e ka ritmin shumë të shpejt, ka teknikën shumë të vështirë. Kur jena të vallëzu valc, i kena 3 bita që na tu i shfrytzu. Qëto 3 bita që na tu i shfrytzu prej 4 bitave që i ka muzika, është 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hapi i parë që ka mu ndërmarë, është hapi para, 1. Kena me ec anash, 2 në horizontale, edhe kena me mbyll 3. Që kjo hap përsëritet edhe mrapa, në lën tjetër, edhe formohet një 4 ore. Gjatë 4 orës, na kena më mundu me përcjell ritmin me ngritje, me ullje dhe ngritje trupit. Kena me shku poshtë, lartë, poshtë, poshtë, lartë, poshtë. Me dur që me bo? Poshtë, lartë. I pozicionojmë njëjtë që këshim pozicionu nëse ishim kur me një orën për balë. Ta imaginojmë që kemi partnerin. Ta imaginojmë që kena partnerin. Imaginar. Momentin që jena në qift, e kena një korniz. Korniz është shumë e rëndësishme. Duhet jetë 90 shkallë. Edhe partnerja ka 90 shkallë kornizën, edhe përmes kornizës na lexohemi pak ma herët se sa ma arë trupit, që trupi është tu arë për para, ose që trupi është tu arë mrapa, që mos me shkel partnerën, momentin që më dëshku. 4 orja e valcit, mundomi të rrshasim kamën për piste, nuk e ngritim, që edhe mos me shkel partnerën, edhe mos me pas nëj problem. Jura sot ka ardhë me fustan të përshtatshëm për këtë, po... Si t'ja bëj me fustanet e gjata, sidomos nuset o Roni, ke parasysh çfarë vello kanë? Ka mënyra, ka mënyra. Zakonisht e hapim kornizën në këtë formë. Okej, largohemi pak. Edhe e bëjmë galar. Që është 4 orja, është një ndër hapat ma të rëndësishëm bazik të valcit, që mësohet, edhe nga 4 orja mundë me kalu në 8 këndsh. 8 këndshi e ka një diagonale, një horizontale. Diagonale, horizontale, edhe fillan me e marrë që... Duke një tipik anglez. Edhe fillan me e marrë që të rrethin që na duhet për me kriju dinamik në pistën e vallëzimit. Qartë. Shumë e qartë, shumë konkrete. A ikim të qa-qa? Ikim të qa-qa. Tash qa-qa është komplet natyrë tjetër, ma e gjallë, latine, ka fillu në kub në vitet e 50-ta, edhe fokusohet një instrument që thirret konga, edhe konga e krijon një ritëm të theksum të biti 4. Biti 4 theksohet në 2 bita, 4 edhe na i bojmë 2 hapa, 4 edhe, hapimi të nishin 1, shkojmë mrapa 2, 3, 4 edhe 1, 2, 3, qa, 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 2, 3, qa, qa, qa. Nëse përcjellim kongën, 1, 2, 3, qa, qa, qa. 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 A janë të rëndësishme këpucët? Të rëndësishme janë nëse dënë me përfërmu rahat, po për fillim, për fillestar, mjafton me pas një par atlete, së është nëjë problem. Ti besoj që kështë pas problem që tash me... Apo? Këtu janë qarta për vallëzim, a? Po dhe mundën me qenë shumë të rëshitshme, kështë që... Po, e vërtet. Që kjo është paka shumë qa-qa dhe bazat e qa-qas, kave vertikale, nëse dojmë me shku, qa-qa-qa. Po besoj që të shpeshta janë edhe ato rastet ku se s'jeni sërta s'kush i pa gabueshëm. Le ta bëjmë një improvizim, si një sfit, ta improvizojmë një gabim dhe si e mbuloni pa u vrejt tek publiku. Po së është problem, për shamë, nëse nalet muzika si shtash, për shamë që undal, e bëj një ullje, e këthaj partneren, nis në prap, qa, qa, qa. Që përmisohet me njerë gabimi, e mshef gabimin për mes partneres, levizjes trupit partneres, ose levizjet e tuja, nëse je vetë është pak ma problem. Me partnere është shumë alet me menazhu, nëse kena nëj gabim.
Më thot thjesht e bëj një ulje, ngritje, edhe vazhdojmë. Kush ka rolin më të vështirë? Ai që udhëheq apo ai që ndjek partnerin? Fillimisht e ka udhëheqja. Nështë kur fillon kursin, 6 muajt e parë ka udhëheqja shumë vështirë, për shkak që duhet me parashiku komplet koreografin që ka me e bo. Ndërsa përcjellja pas 6 muajve ka shumë vështirë, për shkak që duhet me i përcjell disa gjëra që janë shumë të ndihshme dhe duhet më konë shumë sensitive si person për me i kuptu në kornizë çka po ndodh. Kur po i thom unë me dal kënej, kur po i thom me dal anej. Kështu që është pak duhet me ditë përcjellja mas 6 muaje sakt çka po ndodh rreth pistës. Udhëheqja pastaj ka malet se bëhet automatike. Nuk ka nevojë me menu. A i bëjmë edhe njëherë se ju pam në fillim e hapëm këtë performans pra me atë vallëzimin e salsas, po se demonstruam. T'ju themi 2-3 fjallë edhe për salsën? Po, e demonstrojmë. Tash salsa është një prej vallëzimeve që është kombinimi shumë llojet muzikave. Salsa si muzikë nuk ekziston si vallëzim, edhe vjen prej salsës e djekst, spicy. Edhe ideja është në Amerikë ka fillu si mambo, rumba, son cubano, edhe është boni bashkimi këtyve 3 zhandrave bashkë me jazz, edhe me disa zhandre tjera, edhe janë kanë formu diçka që ma vonë kanë quajt salsa për shkak që latent kur vallëzojnë nuk kanë as pak komplekse, edhe dokën shumë me vetbesim, dokën atraktiv mu po, edhe ja kanë lënë emrin spicy e djekst. Bukur. Që momentin që tu vallëzu salsa, është mirë me i ditë hapat bazë, e kini qendër, që kjo është qendra që na i thojmë shtëpia, edhe dalim me të majtën prej shtëpisë para, kthehemi në shtëpi, dalim me djathën prej shtëpisë mrapa, kthehemi në shtëpi. Që kjo shtëpia i ka 2 bita që është pauzë, edhe bita tjerë janë bita normal. Do të thonë shkon quick, quick, slow, apo shpejt, shpejt, ngadal. Shpejt, shpejt, ngadal, edhe shpejt, shpejt, ngadal. Që kjo është hapi horizontal, ndërsa sarë që do me kalu prej hapit horizontal në hapin vertikal, duesh me i bo 8 bita, një fjalit plot, pastaj me mujt me kalu në hapin vertikal. Qështu kalohet prej njonit bazë të baza tjetër, edhe baza e fundit që është baza mrapa, me 2 kamët. Po gjithmonë, tendenca kryesore është mu kthy në qendër edhe me pauzu. Dhe me thonë, qendra është shtëpia. Quick, quick, slow, quick, quick, slow. Tash nëse jam të vallëzu me jorën, më sheh që në hapin e parë unë jam të shku me të majtën para, partneri është të shku me djathën mrapa, edhe jena të pauzu në qendër. Bukur. Po ju ndërprej se jam në fund, po do doja që ta mbyllim, Arbrit do këndoj diçka dhe ju përcjelleni se është e fundit kjo. Faleminderit shumë edhe Ronit edhe Jorës, edhe shikuesve që ishit me ne. Po ju lë me këtë super mbyllje të këtij edicioni sot. Arbri shoqëruar nga Roni dhe Jora me vallëzim. Dance me into the beauty with a burning violin. Dance me through the panic when I'm gathered safely in. Lift me like another branch and be my home down. Well, dance me to the end of love. You dance me to